Kalaja e Petrelës. Kështjella e Petrelës është ndërtuar mbi një kodër shkëmbore që ndodhet në juglindje të qytetit të Tiranës. Ajo kishte një pozitë mjaft të favorshme gjeografike, pasi nga Petrela mund të shihej Kruja, si dhe sistemi i fortifikimeve mbrojtëse për rreth Durrësit, pjesë e të cilës ishte edhe vetë Petrela. Petrela ka një sistem të dyfisht fortifikues. Ai përbëhet nga vetë kështjella dhe nga një mur rrethues që ndodhet jashtë saj. Ky mur fillon në lindje të Kalas dhe vazhdon në drejtim të perëndimit. Në fillim të tij gjendet edhe rruga që të çon në kështjellë, e cila kurorëzon pjesën e sipërme të shkëmbit. Ana lindore dhe jugore e shkëmbit bie thik, kurse ana veriore e tij ka një pjerrësi të madhe. Pikërisht, këtu nga ishte më e lehtë për të depërtuar në Kala, është përqendruar edhe fortifikimi i saj. Hyrja e vetme e kështjellës përbëhet nga një korridor i ngushtë dhe i shkurtër. Pranë portës ndodhen rrënojat e një kulle vëzhgimi, ndërsa afër kullës lindore janë identifikuar gjurmët e 2 ambienteve që mund të kenë shërbyer për banim. Pjesët e sistemit fortifikues të Kalas janë edhe 3 stera uji.